Muhamet Spada është një nga xhamaxhinjt më të vjetër të qytetit të Shkodrës, i cili prej vitit 90 ushtron me përkushtim zanatin e tij. Prej më shumë se 3 dekadash ai merret me punimin e xhamave dhe pasqyrave, duke u bërë një emër i njohur për shumë familje shkodrane. Zotën qysh 90-ën, para 90, unë kam punuar në fabrikë cigare, edhe mas ju mbyll fabrika, kërkova vend punët, ishe një variacion për me hinë xhamaxhi. Nuk më duk në vështirë me kënë xhamaxhi, vetëm derisa kam marrë shkollën, edhe dishe se sa diametret e kështu, jam mundu milimetrat, mas me afol. Edhe kam punu mirë. Mekanik kam kënë, shkollën e mesme e kam marru, natën atin Gjodel, atëherë të pas njohuri teknike, se kam marru shkollën e mesme, atëherë një futa punës. Edhe pse vitet kanë kaluar, Spada tregon se zanatin e xhamaxhiut e ka bërë gjithmonë me dëshirë, njësoj si ditën e parë. Sipas tij, kjo punë ka edhe vështirësitë e veta, pasi kërkon kujdes, durim dhe përvojë. I rri korrekt, bëj pasqyra makinash, pasqyra shpije, gjona, që dhe me thoni këtë përqesi si pak i vështirë. Masa prap janë edhe vështira, se vem edhe gjama si thash, zatora, skavatora, pasqyra, makina, gjona, janë i fijet bezdishme. Muhameti tregon se me kalimin e viteve puna ka rënë ndjeshëm, ndërsa edhe çmimet kanë ndryshuar. Punë nuk ka se unë ma tepër punoj edhe me këta dorëluminit. Këta dorëluminit kanë gjama dopjo. Dopjo si bëj, se është makineria. Unë përdori gjama tek. Tregti kam, si me thonë, klientele, tona vinë gati, alloni rri gati. Ka shumë ditë si nuk ka, për shumë, për momentin si kjo arti, s'kam bon korrisan. Edhe çmimet kanë ndryshu. Janë rri çmimet e xhamit, e pasqyra, gjona. Ai shpreh gjithashtu shqetësimin për mungesën e interesit nga të rinjt për të mësuar zanatet e vjetra. Nuk vjen kush. Këta të rinjt është shumë vështirë më marrë me punë. Unë isha edhe shokët e mi si janë për shumë bëjnë agje gjona për s'kanë punë. Sot në moshën 76 vjeçare, Muhamet Spada vazhdon të punojë çdo ditë, duke dëshmuar se pasioni për zanatin nuk njeh moshë.